po me njerë një aktivizim të madh të rrjet të llogarive të ndryshme në rrjetet sociale, si ato që janë fake, të rrejshme, si ato të vërteta, cilat fillon me hedh fajin të partitë ndryshme për dështim të zgjedhjes së presidentes apo presidentit. Prandaj fushata filloi që aty, do të thotë aktivizim masiv i profileve të ndryshme të rrajshme, pam një dukuri të re që tani që do të jetë mjaft shqetësuese për dorimin e inteligjencës artificiale, ku kishte edhe shumë figura, do të thotë, duke dhënë intervista, të cilët populli besoi dhe kishte shpërndarje me qindra të atyre intervistave, prononcimeve, duke mos e ditur se personi që flet është fake, është i ndërtuar me inteligjencë artificiale. Do thotë, është aq vështirë i dallueshëm për një qytetar të thjeshtë i cili nuk ka një njohuri pak më të thella të edukimit medial apo të teknologjisë. Në anën tjetër, i pam fjalimin e presidentës Osmanit, të cilën e bëri në tubimin e Ligës Demokratike të Kosovës, gjë që është e pritshme, sepse kemi thënë edhe më parë, në qoftë se bëhet ndarja e dyshës Osmani-Kurti, atëherë rivaliteti kryesor në këto zgjedhje do të jetë në këtë relacion, sepse këtu do të ketë më shumë të deklarata, këtu do të ketë më shumë të fajsime, këtu do të ketë zbulim edhe të gjërave, të situatave që kanë ndodhur gjatë 5 viteve, të ndonjë krize potenciale, së ndonjë tensioni. Qasa koha kanë zgjedhur të jenë të heshtura, por shpërfaqen të ne. Pikërisht, sepse kanë qenë në koalicion, kanë qenë në bashkëpunim, pjesë e qeverisë kanë qenë disa ministra të listës Guza, si edhe pjesë të koalicionit të shumicës në Kuvendin e Republikës Kosovës. Tani mund ndodhin mu shpalos gjërat që janë diskutu në rrethet të ngushta dhe që janë mbajtur të fsheta, siç e pam një deklarat të paqartë se rreth vënies së qiras për kampin Amerikan Bond Steel, që garantojnë sigurinë tonë në fakt, sepse ne dim që kemi ende ushtri në ndërtim e sipër me një numër shumë të vogël dhe nuk mund të krahasohet me ushtritë e rajonit, dhe që ishte një deklarat mjaft shqetësuese, e cila lau shpalës në këtë rast vetëm të mendohet një gjë e tillë që të vëhet një qira, kushdo që ka menduar atë, është mjaft shqetësuese kur ne të gjithë të dim kontributin e Shteteve Bashkuara të Amerikës për shklerimin e Kosovës dhe për ndërtimin e kësaj demokracie dhe lirie që së degëzojmë. Prandaj presim që të ketë ky rivalitet të vazhdoj dhe që do të ketë edhe shpalosje ndoshta të detajeve tjera. Kush përfiton nga kjo? Definitivisht presidentja Osmani do të përfitojë nga kjo, sepse do të ngritet në një nivel me zotin Kurti dhe nëse ky rivalitet vazhdon gjatë tërë fushatës deri me 6 qershor, atëherë kjo vetëm do ta ngrisë presidentën Osmani më shumë dhe rrjedhimisht edhe LDK-n duke qenë ajo pjesë e saj. Dhe pse beson ai se do ta ngrisë këto deklarata figurën Osmanit? Në sytë e qytetarëve do të krijohet një rivalitet, dhe rivaliteti gjithmonë bëhet mes dy kundërshtarëve pak a shumë të barabartë. Nuk ka rivalitet të një kundërshtari super të fuqishëm me një të ligë, po zakonisht rivaliteti krijohet mes dy profileve të fuqishme dhe pak a shumë të barabarta. Prandaj nëse vazhdon kjo dhe krijohet me të vërtet rivalitet, atëherë kjo e ngrit zonin Osmani kogja shumë në relacion me zotin Kurti. A mund ta dëmtojnë këto deklarata ish presidentën Osmani, sepse mbase mund të gjykohet edhe nga ky këndvështrimi tjetër se pse ka vendosur ti thot këto gjëra tani, kundrejt lëvizjes së vetëndosjes dhe